Pas mbledhjes së qeverisë, ministri për pushtetin vendor Ervin Demo ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve lidhur me çështje të ndryshme përfshirë edhe rikthimin e bordit të transparencës një javë më parë, kur nafta ishte me çmimin 217 lekë për litër. I pyetur se çfarë masash janë ndërmarrë, Demo tha se sot bordi do të dalë me një vendimmarrje. Qeveria pritet të caktojë sot anëtarët e bordit të transparencës, strukturën ngritur prej 19 marsit. Më saktë është që bordi sot do të mblidhet, është duke marrë gjithë informacionin për sa i përket lëvizjes së çmimeve dhe mbi të gjitha ndryshimit që ka vetë çmimi i bursës me atë çfarë ne shohim në pikën fundore ku vetë ky produkt shitet në territor. Dhe bordi do dali me një vendimmarrje sot, po unë nuk do doja sepse i takon bordit të vendosë për sa i përket asaj çfarë po bëhet në lidhje me ndryshimin e çmimeve dhe lidhjen e tyre me çmimin e bursës. Pyetja e dytë, më fal. Kishte dy pyetje apo? Po. A keni konstatuar një rritje tjetër të çmimeve të produkteve të tjera përtej naftës, duke marrë shkas normalisht edhe nga rritja e naftës? Ministri i Shtetit për Qeverisjen Vendore Ervin Demo sqaron se 9 bashkitë që tashmë kanë shpallur zona prioritare lidhur me paketën e maleve Berat, Dimal, Durrës, Himar, Kavaj, Librazh, Mirdit, Rogozhin dhe Vlorë janë bashkuar dhe 3 bashkitë të tjera. Ministri Demo thotë se paketat e maleve ka për qëllim zhvillimin ekonomik dhe lokal. Demo shtoi se paketa e maleve nuk do të ketë tjetërsim prone, teksuar këtu edhe rastet e mbivendosjes së pronave. Paketa e maleve nuk është i nisëm për zgjidhjen e pronësisë që ti mbivendosësh 1751 apo ligjeve të tjera. Paketa e maleve është instrument për zhvillimin lokal. Dhe në këtë ne duhet kuptojmë dy momente që janë shumë të rëndësishme. Spari, nuk ka në asnjë rast mundësi që paketa e maleve ti mbivendoset një tokë e cila është pronë private e regjistruar. Ka zero shans. E para. E dyta, bëhet fjalë që çdo aplikant i cili ka të drejtën të aplikojë në paketën e maleve duhet të plotësojë dy kushte. Ose duhet ta ketë zotruar atë territor për spaku 10 vjet, ose duhet ta ketë zotruar atë territor me një dieni të gjerë të publikut, siç kemi raste sidomos në veri të Shqipërisë, kur njerëzit i kanë ndarë tokat në bazë të kufive të vjetër, por nuk kanë dokumentat e pronësisë dhe nuk ka aty asnjë pronar tjetër privat. Në përfundim, Demo reagoi pas sulmit kibernetik ndaj postës shqiptare nga Homeland Justice, ku tha se autoritetet kanë nisur një analizë detajuar të situatës. Akshi konfirmon se shërbimet vijojnë normalisht dhe nuk ka prova dhe të dhëna të intriktuara deri më tani. Institucionet theksojnë se kapaciteti teknik janë të mjaftueshëm për të garantuar integritetin dhe të dhënave publike.